Kryeministri Edi Rama i premton edhe një herë dëmshpërblim të gjitha familjeve të dëmtuara nga përmbytjet masive. Gjatë podcastit Flasim, kreu i qeverisë njoftoi se Ministria e Financave ka gati planin e kompensimit, ndërsa pritet vetëm vlerësimi plot i dëmeve. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës të motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Faktori njerëzor, tha numri 1 i qeverisë, ndikoi ndjeshëm në përmasa që mori situata pas rreshjeve të dëndura të shiut, duke paralajmëruar ndëshkim për çdo që hedh mbetjet në kanale dhe prita. Një fakt të dalësh nga kjo vorgull atmosferike me vetëm 13.160 hektarë të mbuluara nga uji është realisht një ngushëllim shumë i madh dhe i tregus se jetojmë në Shqipëri tjetër, sepse kjo vorgull deri 10 vjet më parë do kishte përmbytur e papenguar 2 a 3 fishin e kësaj sipërfaqe, si kundër edhe ka ndodhur. Ama për te vorgull atmosferike, ndryshim klimatik, sasisë rreshjeve, që në 4 ditë ishte sa mesatarja e muajit janar, pra e 30 ditëve rreshje në 5 vitet e fundit, faktori njerëzor ka peshën e vet. Ka peshën e vet për mirë ose për keq. Njësoj siç edhe infrastruktura ka peshën e vet për mirë ose për keq. Jo për t'i ndalur, por për t'i bërë më të kontrollueshme këto masa të jashtëzakonshme rreshjesh, dëbore dhe prurjesh. Ndërkohë që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare sinqerisht se si i bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore çast ne si popull. Po, troç, ne si popull. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumejt në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë për një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje. Kudo ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat mbetit dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë sonë si shtet, librin e historisë përpjekjeve tona shekullore si kom për të jetuar në shtetin ton, fytyrën e secilit prej nesh si njerëz të këtij populli dhe si qytetarë të Europës, që mbajmë emrin shqiptar, të cilin e mbajmë me drejt, me krenari në shumë raste, të cilin e ndjejmë me të drejt si vërtet fjalën kyçe që na bën të ndjehemi krenar kur jemi në stadium, por të cilin e përdhosim emrin shqiptar, duke përdhosur Shqipërinë, duke përdhosur natyrën e Shqipërisë, duke përdhosur fytyrën e Shqipërisë. Ne si qeveri dhe si shumicë popullore, sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. Dhe do dalim më tej me masa të reja ku në kësaj fuqie të errësirës në trurin ton si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim, po ashtu. Por në të gjitha rastet është e domosdoshme që gjithë secilit ftillohet, sepse kjo që ndodh dhe ajo që i bëjmë ne Shqipërisë, duke hedhur një shishe plastike apo duke hedhur një qese plastike në rrugë, ka vetëm një fjalë që e përkufizon: krim. Rama shtoi më tej se ndryshimet klimatike dhe rreshjet e mëdha të shirave ishin faktori kryesor i këtyre përmbytjeve që kanë prekur disa vende të rajonit dhe të Europës. Investimet dhe strukturat shtetërore sipas kreut të qeverisë ishin në nivelin e duhur dhe të përgatitura për të përballuar këtë situatë, pasi në të kundërt, bilanci 1600 familjeve të përmbytura do të kishte qenë më i madh. Rama gjatë podcastit theksoi edhe një herë tjetër rritjen që pensionistët kanë përfituar këtë fillim viti, një rritje kjo që do të dyfishohet çdo janar. Rama thotë se kjo arritje është një shlirim për të dhe se është dashur vite punë reforma për të arritur në këtë stabilitet financiar.